pishën, atë të cilit ne kemi botuar dhe një libër, dhe që mendohet që është në fakt vjeri i George Bush plakut senjorit, i cili ka ndruar jetë, ish presidentit Amerikan në vitet 90, fillim të viteve 90, fund të viteve 80, mos gaboj dhe fillim të viteve 90, dhe është ai që sulmoi pari Saddam Husseinin në luftën e parë të qirit, presidenti Amerikan, dhe gruaja e tij Barbara mendohet që është vajza e Aleister Crowleyt, e famëkeqit Aleister Crowley, i cili ishte një ritualist në urdhrat satanike angleze dhe gjermane, ku ishin të përfshirë anglezët dhe gjermanë, po dhe popujt të tjerë, dhe italian, dhe portugez, dhe francez, dhe spanjoll, ku ishte apur urdhri tyra Give me art dhe Otto,